Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, është në Shqipëri në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian që mbahet në Tiranë. Rutte u prit në aeroportin Nën Tereza nga ministri i Mbrojtjes Piro Vengu. Ai u shpreh se vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në kuadër të samitit të Komitetit Politik Evropian në Tiranë është një dëshmi e qartë e rolit të shtuar të Shqipërisë në Aleancën Atlantikut Veriut dhe angazhimin ton për paqe, siguri dhe bashkëpunim euroatlantik. Pata kënaqësitë ta mikprisja Mark Rutte në vizitën e tij të parë në Shqipëri në këtë detyrë, theksoi ministri Vengu në një postim në rrjetet sociale. Ministrat e jashtëm të NATO diskutuan kërkesën e Trump për të rritur masivisht investimet në mbrojtje, ndërsa SBA përqendrohet në sfidat e sigurisë jashtë Europës. Në bisedimet në Antalya të Turqisë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se nevojiten më shumë investime dhe pajisje ushtarake për të përballur me kërcënimet e paraqitura nga Rusia dhe terrorizmi, dhe nga Kina, e cila është bërë fokusi i shqetësimit të SBA-s. Sapo të mbarojë lufta e Rusisë në Ukrainë, Moska mund të rindërtojë forcat e saj të armatosura brenda 3 deri në 5 vjetësh, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio këmbguli se kërkesa e SBA-s për të investuar 5% të produktit të brendshëm bruto në mbrojtje gjatë 7 viteve të ardhshme ka të bëjë me shpenzimet e para për pajisje ushtarake që janë të nevojshme për kërcënimet e shekullit të 21. Diskutimet mbi shpenzimet e mbrojtjes po bëhen intensive para samitit të presidentit Donald Trump dhe homologëve të tij të NATO-s në Holland më 24-25 qershor. Ky takim do të përcaktoj kursin për sigurinë e ardhshme europiane për fshirjet të Ukrainës. Ministria e Jashtme ruse ka mohuar se Moska dërgoi vetëm një delegacion të nivelit të dytë në negociatat e paqes me Ukrainën në Stamboll. Ekspertët më të kualifikuar janë dërguar në Turqi, ta zëdhënësja e ministrisë Maria Zakharova sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Tartas. Këta ekspertë janë të përgatitur dhe kompetent për të diskutuar të gjitha temat të drejta ndërkombëtare, situatat të terren, çështjet e operacioneve luftarake, deklaroi Ministria e Jashtme e Rusisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e përshkroi delegacionin rus si të nivelit të dytë dhe ka kërkuar praninë e presidentit rus Vladimir Putin në bisedimet e Stambollit. Mbetet e paqartë nëse dhe kur do të zhvillohen bisedimet e para të drejtë për drejta midis ukrainasve dhe rusëve pas 3 vitesh luftë. Presidenti rus Vladimir Putin e hodhi poshtë kërkesën e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për të takuar ballë për ballë në Turqi këtë javë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.